rëndësi vlen se me çka janë nxej familja, janë me sot iman shpejkan, edhe ju po dikon afër 100 euro zotrisë se në dikush nga ne kemi ndihmu për me e paguar mund me nxemje, po më shumë keq nër 400 euro s'kam pështu qytetarët. I kime argumente. Sa i përket rrugës Trembjetit është tira e Kjo puna e nxemjev, unë që tu në Gjermani edhe kur është minus 5-6 gradë, nuk e lëshoj nxemjen. Në Kosovë, vëllo, që ta shkur kesh, 33 nxemja në stopë burë. Po kjo është shumë e vërtet. Çdo dhëmë klima, për zotë e ma du të vendoj për jashtë, që do isha me plos. O bu, ju do një klim tropikale. Është shumë e vërtet kjo që e tha Roke, edhe për që ato ndoshta e kemi bu edhe jetën e lukset si tem, diaspora po vendasit, sepse kush ndoshta po merë pag edhe po bën luks ma shumë se sa paga që ko. Po sa i përket gjenitës, e cila tha që sa i përket për parimeve, mendoj që është vesh një anë e kundvështimit të saj, sa i përket rrugës të Trembjet, po gjenita, sa i përket rrugës të Trembjet është hera por që ka dollë rruga e Trembjet. Po tashe edhe ajo ka ndodhë, po që sa i përket ka ndodhë për herë të parë. Por sa i përket rrugës minimale, me 300 euro, edhe the që ka ndalë vizat, a mendojnë që një person në Kosovë me 300 euro rrugë mundet me përballu, me vizitu Zvicrën, Gjermaninë, Evropën, edhe me u kthyer në Kosovë, me po ashtu me parë në gjep. Atëherë pyetja se apo don me është shumë lehtë kur e ki një rrugë 5.000 dhe 6.000 euro, edhe të mbesin ty 2.000 euro prej rrugës. Kjo është klishe, sepse 5.000-6.000 euro këto mundesh me figuru, por nuk i ke. Jo, shumë e sigurt. Ka plot që i kanë gjenita, sepse në Zvicër po mendoj jo në Gjermani. Ja, për besë nuk i ka. Gjermani ju. E para edhe me rëndësinë kemi orë këto për një standard jetësor më të mirë. Ndoshta ajo ideja për me pas jetën luks, ajo ideja për me pas jetën luks ka mbet vetëm si një ide të shumë familje, për arsye se stabiliteti është më e rëndësishme. Edhe në qoftë se ti e ke jetën luks në Gjermani, atëherë ti ke punu për atë shpërblim që i bën familjes tonë, vetes edhe fëmijëve të tu. Domethënë, është një sakrificë e madhe ose një vetvlije muna me qujt këtu në Gjermani, të cilat së pari shumë gra, qysh në ma herët kanë bë në Gjermani